kohës që punë në këtë lokal, më ka rarë me pa shumë mjesë. Kam pa njerëz që pinë njëkën. Buzëqeshës që mashtrojmë, dashni që duken perfekte, përveç nga jashtë. E sot unë ndoj me ju një histori që s'harrohet. Një shift të bukur, të heshtur, si në filma. Ajo e qetë, ajo me qëndrim burnor për diçka shkon. Nuk shihet, po ndihet. Unë ndjeva që si ula në tavolinë. Shikimi i tij s'ishte për të. Ishte vetëm për veten. E mandej jeta luajti një skenë që së shuna skenari më i mirë. Si e ndjeve. Një të tre tyre tjerë dhe normale hyri ai, Beni. Beni është në jo cilazës tonë, cili me ndjemojnë gjithar, është i qetë, flitet që ka sim shumë i shkollun për dikur e godit jetë, kur godet jetë, nuk ka diplom që ndronë. Beni shkrek shpejt të tavolinas qytetëri, pa pritur. Burri që është aty filloj të ofendon, të ta shonë, e lagu me gote me ujë, filloj të talte, shikoni djalin e shkollës, shikoni ato që ishte dikur i prirë të ishte dikur që si ka përfunduar, gruajeri u prej. Unë ngritë nga tavolina vëlloj të hikë, largohet prej milionerit arrogant, që kjo është syt vetëm për trupin e tij. Nuk ju flas për fjalët e tjera me cilat të ofendoj më vjet turp. Njerët besoni që ndihem edhe keq. Ndihem keq. E pa besueshme se dikush mund të flas për partnerin ose është partnerën këtë formë. Unë kritë filloj të talte e tha, mos u bani marak. Ajo kthehet, unë i kam gjithçka që ai duhet asaj. Ajo është vetëm thjesht në cikël. Ka së rregullim hormonal. Çdo gjë që është me jetë shitë, do ta blej, do ta kthej. Hey, a dini kush jam unë? Filloj të pliste si një bëmar. Si një bëmar. Ul harbun, preso skene, kishte një kohë si kishim parë. As qiftin, as Benin. Fliti poshtë e lartë se handar, edhe se Beni ishte thyra as shumë sa që kishte vendosur të ikte. Nuk dinte as kush ku. Nuk ishin dëzuar me kohë të gjatë, me kohë të tona, për ta derisa një ditë hyri një shift. I qetë, i bukur, me plot rezatim. Rezatim dashurie që rrallë kisha pa. Rrallë kisha pa në restoranin ton. I shërbeva si çdo herë. Më dukeshin si njoja, po nuk isha idenë se nga i kisha parë. Gjithçka dukej perfekt. Dashuri e parë se loti derisa kur hyri ai. U hap dera dhe hyri ai. Shkoj drejt tavolinës së çiftit të ri. Ndryshe se isha pas çifti i ri, një muaj dha 20 euro me sa duket. Të tre që ditërisht mund gjajshin si figurat e njohura. Edhe pse isha mbrata, gruaja e uli kokën dhe si duket filloi të rrëfeje, duke pa rrëfim interesova throva afër tavolinës. Gruaja i tha që unë ish gruaja e tij dhe isha ndapër ekip për shkak të arrogancës dhe kështu i kishte thallur një lips. Po ashtu, dhe burri tregoi tha unë isha i lipsi. Kështu përfundoi historia e çiftit të lumtur. E për në fund mos u tallma ato së skroh. Si jeta spyt kë e ngreje kë e pull. Sot qesh bi tavolinë nesër ndoshta lyp të dritaja. Kjo po çfa garanci, veç rrot që kthehet. E kur kthehet pyet veç për një gjë. Ai ishe njeri. Për të parë tregime të tjera që bregun zemrën, klikoni shenjën e YouTube-it dhe abononi në kanalin ton. Tregime nga zemra. Për ju është vetë një klik. Për ne një faleminderit nga zemra.